Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, njoftoi se kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti po kërkon me këmbgulje një justifikim për kaosin që ka krijuar në Kosovë me vite, me kërcënime dhe komplote hibride të shpikura dhe pse siç pretendon ai vet, është kërcënimi më i madh për stabilitetin e rajonit. Çmenduria e tij e kombinuar me paranojen krijoi një koktejl të rrezikshëm ndezës që është një kërcënim për paqen dhe stabilitetin e të gjithë Ballkanin Perëndimor, deklaroi Petković dhe theksoi se ëndrat e Kurtit për spiun dhe kërcënimet e llojeve të ndryshme janë vetëm një justifikim për të sulmuar serbët, pra shtypja brutale çdo zëri liridashës në Kosovë. Serbia sheh Kosovën si pjesë të saj sipas kushtetutës, gjë që në mënyrë të pashmangshme përkthehet në një kërcënim, tha ministri i mbrojtjes në mandatin teknik Ejub Maqedonci në një intervistë për kohën ditore. Ai shtoi se Kosova po përpiqet të përgjigjet duke forcuar kapacitetet e veta, ndër të tjera duke krijuar një zonë industriale mbrojtëse në Jahoc pranë Gjakovës, ku është planifikuar ndërtimi një fabrike municionësh dhe përfshirja e sektorit privat në industrinë ushtarake. Vitin tjetër besoj se deri në fund të vitit Kosova do të jetë në gjendje të prodhojë plumbin dhe fishekun e parë të prodhuar ndonjëherë në Kosovë, tha Maqedonci. Gazetari Alilan Asmajlović tha për radio televizionin e Serbisë se Serbia është veçuar nga vendet fqinje, por edhe nga Europa me reagimin e saj ndaj ngjarjeve në Venezuelë dhe thotë se qëndrimi i Serbisë është i rrezikshëm dhe se dikush në Washington mund ta interpretojë atë si paturpsi. Megjithatë, ajo theksoi se vendet neutrale si Serbia duhet të mbështesin plotësisht në drejtën ndërkombëtare. Ajo gjithashtu theksoi se veprimi i Trumpit në Venezuelë donte të tregonte të gjithëve në botë se vetëm Amerika mund të bëjë këtë dhe se askush tjetër nuk duhet të guxojë ta bëjë diçka të ngjashme. Këshilltarja presidencës së Kosovës Learta Holaj reagoi nga qëndrimit e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić duke akuzuar Serbinë se po rreshtohet me regjimet autoritare dhe kundër interesave të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një postim në rrjetet sociale, Learta Holaj komentoi reagimin e Vučićit ndaj ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Venezuelë, duke përshkruar qëndrimin e tij si anti-amerikan dhe në mbrojtje të regjimit të Nicolas Maduros, të cilit ajo e quan atë si regjim narkoterrorist. Siç theksoi ajo, Vučić kundërshtoi Donald Trump duke pretenduar se drejta ndërkombëtare publike nuk ekziston më dhe se rendi i Kombeve të Bashkuara ekziston vetëm në letër. Qendra për numërim dhe rezultate ka numëruar pothuajse 74% të votave që mbërrin me postë si pjesë e zgjedhjeve të parakohshme të mbajtura javën e kaluar. Lëvizja Vetëvendosje mori shumicën e këtyre votave dhe aktualisht ka më shumë se 72% të votave. Lidhja Demokratike e Kosovës është e dyta me 10.5%, kurse Partia Demokratike e Kosovës është e treta me pak se 8% të votave. Në total Vetëvendosja kryeson me 50.5% të votave, Partia Demokratike e Kosovës është e dyta me 20.5% dhe LDK-ja është e treta me 13.37%. Bazuar në rezultatet e deritashme, pritet që lëvizja Vetëvendosje të ketë 57 deputet në kuvend. Gjatë vitit 2025, punëtorët në Kosovë përballen me përkeqësimin e kushteve ekonomike dhe sociale që është pasojë e mungesës së krijimit të institucioneve, prandaj përfaqësuesit e sindikatave i bën thirrje qeverisë së ardhshme që të ndërmerrë menjëherë hapa konkret. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, theksoi se premtimet e dhëna nga viti 2021 ende nuk janë përmbushur dhe se gjatë kësaj kohe kanë emigruar më shumë se 200.000 punonjës. Përfaqësuesi i sindikatës së nënpunësve civil Ali Gashi i bëri thirrje qeverisë së re që të rrisë pagat e nënpunësve civil për 50% dhe të zbatojë më shumë ndryshime ligjore.
Ashtu si gjatë gjithë fundjavës, qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit po largohen masëvisht nga Kosova, kështu që kalimet administrative drejt Serbisë qendrore kanë qenë të mbushura me njerëz që nga mëngjesi i sotën. Sipas informacionit nga Qendra Kombëtare e Kosovës për menaxhimin e kufive, vonesa më të gjata për pasagjerët që largohen nga Kosova janë në kalimet kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, ku ashtu si në ditët e kaluara pritja është deri në 2 orë. Moti nesër në veri të Sërpisë me vranësira me her pas herë eshje bore dhe një ditë e ftohtë, pritet shi i ngrirë në rajonet perëndimore, qendrore dhe lindore, ndërsa do të jetë dukshëm me ngrohtë në jug dhe juglindje të Serbisë me reshjet e her pas hershme shiu. Temperaturat do të sillen nga -2 deri në 2, kurse ajo maksimale ditore deri në 8 gradë Celsius.